الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi 12, i cili ka të bëjë me parimet dhe rregullat e pendimit, është ai që përmendin dietarë dhe thonë se edhe pse njeriu kryen gjunahe të vogla, gjunahet shumëta të vogla që secili prej nesh i kryen, mirë po në disa raste ndodh që këto gjunahe të vogla të rrethohen, të kaplohen nga gjërat të cilat pastaj i shndrojnë ato në gjunahe të mëdha dhe shkatruese të rrezikshme. Pra gjunahet e vogla ndodh që të shndrohen në gjunahe të mëdha të rrezikshme te Allahu subhanahu wa taala. Kur ndodh kjo? Kjo ndodh kur njeriu gjatë kryerjes së këtyre gjunaheve të vogla nuk turprohet prej Allahu subhanahu wa taala, apo merr guximin të kryejë ato para Allahu subhanahu wa taala, apo i në përkëmb urdhrat e Allahu subhanahu wa taala, nuk i kushton fare vëmendje ndalesave të Allahu subhanahu wa taala. E në përkëmb pozitën e Allahu subhanahu wa taala, e nënshmon fenë e tij. Gjëra të rrezikshme që kur me to mbulohen dhe rrethohen gjunahet e vogla, padyshim që më pastaj ato nuk konsiderohen si të vogla. Edhe nëse në origjinë janë të vogla, megjithatë këto gjëra të rrezikshme i shndrojnë këto gjunahe në gjunahe të mëdha. Dhe kur ndodh kjo, atëherë padyshim që te Allahu subhanahu wa taala këto gjunahe trajtohen si tepër të rrezikshme, tepër të mëdha. Ka dallim të madh mes një njeriu i cili e kundërshton Allahun subhanahu wa taala dhe bën gjuna, dhe mes një tjetri i cili edhe pse e kundërshton Allahun subhanahu wa taala, i në përkëmb dhe i nënshmon urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Padyshim që kjo e dyta e zemron më shumë Allahun subhanahu wa taala, sepse ai nuk është mjaftuar vetëm me kundërshtim ndaj urdhrave të Allahut, mirë po krahas këtij krimi e ka bërë një krim tjetër, është në përkëmbja, tallja, shkujdesja ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Andaj njeriu musliman, njeriu besimtar duhet të ketë vëmendje nga një gjë e tillë. Të mos lejoj që një gjë e tillë të depërtojë në zemrën e tij. Pra të mos i në përkëmb urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Të mos i sheh diçka si diçka të parëndësishme, mirë po ti madhroj ato, ti respektoj ato dhe të turprohet prej Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.